Kom thonë që të gishtin halë, drej bileta klasit parë. Kom mendu që ndani mu, po s'ki vepra veç fjallës. Du dashni për interes, ka kuptim për ty vdes. Ferma tjera, forma, ty provoj mu ka bo ves. Amo ti, e ke vend zemën time nu me mi. Ma e mira, ma e bukra në shqiptari. S'ja fal vetës nëse atë për ti e sri. Zemra zuron ma, na dy pa u pa, kallzo me besa, se unë e ty po du me pa. Për ty dashni, po du me pi, mu dehem vetmi. Për ty dashni, nuk kam shoqni, mi ke marti. Për ty dashni, po du me pi, mu dehem vetmi. Për ty dashni, nuk kam shoqni, mi ke marti. Kur do mu shëshmen, as me tjall nuk ta thom ram. Po ki qef me kom viktim, po mlargon nga këti san. Nuk quhet që t'kontratu, kur ma shumë me mu nuk je. Nuk kom dërmen me t'u luth, dhe pse zemës po me lem. Amo ti, e ke vend zemën time nu me mi. Ma e mira, ma e bukra në shqiptari. S'ja fal vetës nëse afër ti e sri. Zemra zuron ma, na dy pa u pa, kallzo me besa, se unë e ty po du me pa. Për ty dashni, po du me pi, mu dehem vetmi. Për ty dashni, nuk kam shoqni, mi ke marti. Për ty dashni, po du me pi, mu dehem vetmi. Për ty dashni, nuk kam shoqni, mi ke marti. Faleminderit shumë zonja dhe zotrin, ka të nderuar një mbrëma dhe një sërdine në show spektaklin tonë dhe t'ju ajno don. Mirë mbrëma naim, për ty dashni. Kënga ma e re, si pruarje mes bashkëpunim, do me thonë me Beniton dhe Mirje Braja. Qysh po më tojnë ta qiknis? Benito dhe Mirje Braja në këngën Dashni, e gjeni në kanalin e YouTube-it, tekstin e ka shkrujt Big Basta, që e falenderojmë shumë. Orkestruar nga dhe Kico. incizuar Kico. Po, në Prishtinë. Në Prishtinë dhe realizuar si një klipi jashtëzakonshëm nga XL Film. Po, një ekipë e jashtëzakonshme, kështu që faleminderit Benitos, i cili në këtë periudhë kohore më bëri me një këngë, me një duet, një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, siç rshi mbi tort. Ashtu më erdhi na. Më mbeti edhe mu në mendje, për ty dashni, Po du me pi. Po du me pi? Po. Mos prova, se... S'kom pi kur. Edhe që aty është problemi... S'kom pi kur shumë kom qef një herë mu deh, po nuk e kom provu as një herë. Edhe hur jam, kam bes me mbaj, po me mundon, një dashuri. E filluam kështu Odeonin, sonte, najnë fjalla është për ty. Absolutisht një këngë bukur, juftoj që ta klikoni, është klikuar goxha shumë. Benito, ty të urojmë gjithë suksesit e botës. Dikur Benito ishte pjesë e
spektakleve tona me grupin Future Step dhe ishte ai vazhdon të jetë një valltar fantastik, por mbi të gjitha tani më është dëshmuar edhe një këngëtar fantastik i hip-hopit. Ne kemi në spektaklin tonë dhe kemi ashtu shumë gjëra të bukura sonte, dhe kemi mysafir të veçantë, biseda interesante, këngë, humor e shumë çka tjetër. Në këtë skenografi tër glamur që është dorë vendore. Dhe sigurisht në survejimin dhe punën e një armate të tërë artistësh që janë kamerman, që janë tonist, që janë kompozitor, që janë humorist, që janë artist, edhe regjisor, edhe që bashkë me një është spektatori e telespektatori gjithandej që në ndjek në Radio Televizionin 21. Po e sot është shtunë të nashëmi me ne, dhe se me një gjesë. Prap, vazhdojnë një ditën me ne, këmbë të mbarë kemi mjë vanë, sepse kemi gjëra të bukura. Le tiftojmë pa humbur kohë ato që na sjellin gaz e humor çdo javë, ato veç janë pra pakuintave tamon në pritje, se janë ato gjithmonë emocionet e pritjes për të dalë në skenë, Dada Hyr dhe Kulja. Faleminderit, shumë faleminderit e respekt hajrë paq. Për ty dashni, e po du me pi, e për hajrë, i sholë, hit verur, ato të garantune ki. Shumë faleminderit. Garantune. Ama gjithë qashto mirë, e bukur, e jeshme, e bëzqeshër, edhe ai Benito fërë të djeli mirë. Po Benito ka pyet për ty, si është Dada Hyr, ka thonë. Djali e mirë, ta ha zemën që të Inshallah i shkon more mire, but për një me hit verur. Tak. O qysh kesh kap e ka pa telefonin e të thiri i Hyrën. Oj Hyr, që pëdali me pi kafe, në ata dhe pëves për djetë, a shoj Hyr qysh për të shkën djetë, ta mirë ty be që tha, pihon një 3-4 vuq tu. Bashkë zina të fërgune, ta i a tha si çokoladës. Ashtë si tha kinder. E qurë një gjeja të shqyqin kafe si ta kënë të të. Ta manë për dojna mu ullë, unë e nervëz, pse bre kulle thash, nuk më le me hongër kur ti e din që unë kur jam nervëz veç ha, pse së më le? Pse mori qka u bo? Edhe po pyt pse a... Po de? Konoti, me një shëk dë vitin, erdhen me nejt kishët e nadin të burri. Po? Edhe prit që ka një mrena tu janis, a tha tu fry, jo ne këmble këto, jo ne këmble ato, jo ne këto, kura njëni për dhe ta, unë ja këmble grus ta me tha një kërë, që për 10 sekunda 100 shkën. Po, këtë tjetëri kunoti, ta shadin dhe me kune ma mirë. Unë e tha ja këmble Ferrarin, aj për 5 sekunda në 100 shkën. Që... Këtë qyshja jam si gjëna i shullë që shtë dhe këmë të qëtë qërke. Edhe unë e tha grus te, me tha ja këmble një dhurat, tha po për 1 sekund, tha 100 shkën. Hajde me tha më zbaj gore ku ki poti që ashtu, di kur u këthy, ha, tha qka i ki ble? Peshore. Moj Hyr, unë me burë të amin, veç nga. Qka keni bon? Ti ki qef në krevet, unë e kom qef tavolin. Ti ki qef ka dole, unë e shpejt. Pas ka lujt. Ti ki qef në kom, unë e kom qef ullën. Ti ki qef mëngjes, unë e kom qef natën. Po ti kur nuk deshte me pi kafe, kur deshta une? Tu menut që not janë ato pozita. Una e du me të kalëzu diçka. A e din që shë throsin grun që i dënë krejt pozitat. Qysh? Gru pozitive. A mu burë jam për më të tha, zemër, a bën tha një pytje me tha shtru, thash, fëll, pse tha ti mu për më thirë ë djel? Thash, po ku mos me thirë ë djel, kur me sysën për të shra.
A unë të shumë pitave, të i zamër, që dhe dikush që më ka shkrujt sët, ki shkrujt. Shumë të bukër, tha e ki shofer shojmën. Tha Zhmigovcat, Branikin, edhe zditi... Brisoqa, në i Brisoqa, ki që të po. Ashtë që do me thonë, bre? Burit adin? Kraj. Halo je në garancian. Veç me guxu aj, haubën, me qel, pa t'ja thy auspuhin e nonës shkëmën. Kja për të mirë, mëri, mirë. Burri jem, para një mujdite, e ka hek sheqerin pre ushqimit. Po, Para 3 ove e ka hek kafën. po, Para 2 ove i ka hek cigaret. po. Tash, garant e komereni nëne. Me keke dhe tia. O, ku, mu buri jam, po më thirë për i pune. Hallë zamër qa ko për drek. Thash ka sup, pull, pire, Po, salat, të më lëriz, edhe baklav. ua. Tha, ua, a nuk te, as tërë dhërën, tha mi both atën atoa? Tha shio më i zemër për qartë të rane, pa të ka orë të rënë më mi shdryp, yjet pi qedhit ku i rena martu? Tha do me thonë shkofë gja. Tha do me thonë nërë diqka o astronaut. Do me thonë, Unë po menoj që me pas jetën perfekte, dvyn do sene. Për shambull, dvyn me pas ndërgjegjen e pastër. Dvyn me pas menjen e shnush. Qasht. Kryt e budallës. Dvyn me pas haresën e zhvillume. Edhe dvyn me pas nervat e buta. Qashtu është. A unë e pa ta lexua dustin tënë Herman Hesen, që thët, e ke që ja lind aty ku dashuria nuk jetë. Ej, valla. jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e fjalës së mirë, e këngës së bukur në Odeon, ku flasin ata që din, ata që mundën. Sonte kemi një mysafir tepër të veçantë, e të rrallë, një profesor të nderuar, i cili do na flasi për një përvojë fantastike, për një profesion fantastik, për një segment nga bota e shëndetësisë që i gjendet njeriut afër edhe sidomos segmenteve të caktuara të shoqërisë që kanë shumë nevojë. E kishim pritur ka herë, Zona e Zotëri do të vi për ju, për ne, për të gjithë. Profesor asistent doktor Mulaim Kaçka. Hajde, profesor, në të E profesor Biserva. Se gjithë. Si e profesor? Mirë jena, faleminderit. Një qik vap, po mirë, ama vap, ama shumë dzet, ama shumë zhegër është në Prizren a në Prishtinë? Besoj që është Prizren më nxehtë. Prizren më nxehtë. Po. Pse kështu, i keni zemrat më të ngrohta, jeni më të ngrohtë ju apo? Kjo është një paradoks, se kemi male drejt Prizrenit, apet temperatura është më nxehtë. Zvret poshtë. Po. Puna e Zotit. Puna e Zotit, a? Po. Bukur shumë kur një shkencëtar flet me një herë në emër të Zotit, edhe profesor i nderuar, ju një profesor asistent doktor Mulaim Kaçka, studentët tuaj edhe nxënësit tuaj ju njohin, ma u bën vite tani, dhe po ju një segment shumë interesant që publiku sapo e dëgjon, bëhet kurreshtar me pa se çfarë mund të bëj ky njeri, kjo shkencë, ky segment, dhe ju jeni logoped. Po, vërtet, unë jam logoped. Logoped. Dhe në realitet, deri në doktorat, logopedin e ke kryer në Universitetin e Tuzlës, a? Tuzlës në Bosnjë, po. Në Bosnjë. E ke ditë gjuhën edhe më herët, a? Po, e kam edhe... Jo të Prizrenit jeni poliglot, se... Po, vërtet. Pak Shqip, pak Turqisht, pak Bosnjakisht. Edhe në fund asnjë gjuhë nuk e dim
precis, Kështu ose full. full. Po më marrë vesh. A dhe sa bukur dhe Zvicër, merren vesh. Njëri flet gjermanisht, tjetri frëngjisht, ata merren vesh shumë mirë. Po, vërtet, sepse statistika botnore tregon që 60% njerëz në botë janë me dy gjuhë. Me dy gjuhë. Po. E pa bukur shumë. Po, si e zgjodhe këtë profesion? Edhe nuk e di edhe unë hala, rasisht në atë kohë kur kam qenë në Tuzëll, masi që kam mbaru shkollën e mesme, kur kam ljubë që kam me paraqit me studiu, e gjeta logopedin rasisht, edhe na në Prizren e thujmë se bapi u kon një shqiptar, profesori logopediz në atë kohë që u kon në Tuzëll, edhe në Zagreb, profesor Beklul Brestovci, pata disa takimet me toja edhe aj me kabin me paraqit logopedin. Profesorin e nderuar Behlul Brestovcin do ta duar të klasin. Absolutisht. Emri tij Edhe i malë, i logopedis edhe në Kroacin edhe në rajon. edhe në rajon. Në një emër që e kemi për krenari, që e kemi tonin këtu në... Absolutisht. Po, për ata që nuk ju njohin, edhe nuk e njohin këtë fushë në realitet, çfarë të vërtet bën një logoped? Logopedia është si shkenca kogja është ere edhe në rajoni Evropës. Faktikisht u temelu para 100 vjetë në Vjenë, në Austri, në atë kohë u konë me në i shtetin tjetër emrin Kampas. Austro-Hungarez? Po, vërtet, edhe Emil Freshels u konë themelues të logopedis, sepse na kena pa që në kohën e fundit shkenca shumë ecë përpara, avancohet, dalin profesionet të reja, edhe logopedia është profesioni vërtet që ka gjetë një hapësiri malë sot në, hajde me tonë edhe në mjekësin edhe në pedagogjin special. Logopedia trajton komunikim human si pari, komunikim njerëzve, trajton edhe problemet e galltitjes, edhe problemet me zërit që janë. Edhe të zërit. Të zërit. Të këngëtarëve kështu. Profesionistat vokal në efme. Mund me qenë edhe gazetare edhe kantare. Është shumë e rëndësishme. Po dhe të gëlltitjes, a? Po edhe të gëlltitjes. Në realitet, ju tash veç keni kryu një praktik, një periudhë shumë të gjatë dhe keni fillu, gjithësisht keni vazhdu profesionin e logopedit, mësus, profesor, kështu, e vazhdove me njerë sa po mbaruar fakultetin, edhe pas ta i rrugtove me magistraturën, me doktoraturën, apo? Masi që kam mbaru fakultetin e ktheva në Kosovë, kam nis pak me punu në një shkollë, edhe ndërkohë e gjeta bursat, sepse unë jam në atë kohë, sepse jam asret, si pari. Djali Hasreti. Po, djali Hasreti, edhe kam ljubë bursat, kam gjetë masën e ktheva prap në magistraturën, në doktoraturën, një kohë gjatë atje, edhe mas që kam baru krejt, ktheva prap në Kosovë, edhe jemi nis faktikisht edhe me departamentin edhe logopedis, kemi ecë ma shpejt të zhvillojmë logopedin këtu në vend. Ku e ke ndërtuar departamentin e logopedisë? Në cilat universitetet e ne? Kolegji Heimerer. Kolegji Heimerer Heimerer në Prishtinë është me tradita 14 vjetë logopedisht që ka temelu. Faktikisht profesor Brestovci bashkë me pronarin e kolegjit Heimerer para 14 vjetë kanë nisë që ajo rrugë. Ndërkohë, une jam 11 vjetë në kolegjin edhe bashkë me, ajde me thonë, me merak e zhvillojmë që e profesioni. Po dhe në Universitetin e Tetovës, a? Në Universitetin e Tetovës, ndërkohë kemi hap një drejtimin masterit, ndërkohë mas koronës, në periud mas koronës. Mas pandemisë. Po, mas pandemisë. Keni hap. Tani ku je i stacionuar kështu tamam? Jam angazhum full time në kolegjin Heimerer. Atje jam ma shumë se 8 vjetë edhe dekani logopedis atje. Në Universiteti Prizrenit jam profesor ma shumë se 15 vjetë, atje që kemi edhe drejtimet pedagogjisë për pakicat edhe qështu është. Titullin profesor në Universitet Prizrenit e ke marrë? Jo, edhe në kolegjin. A këtu në... Bashkë në fushën e logopedisë. Në Heimerer. Po. Mirë profesorin dhe rrugë, cilat janë problemet më të shpeshta që i hasnit të fëmijët? Në kohën e fundit shumë sen kanë ndryshu. Për shembull, na edhim që ma herët fëmijët kanë qenë ma aktiv, edhe ma pak kena pas problemet në kontekstin e zhvillimit në të folurit në gjuhës. Tash jemi të gjithë dëshmitar që fëmijat levizin ma pak, edhe kjo ka rezultu një përqindje lartë të kemi vonesat në të folurit edhe vonesat tjera të fëmijëve. Në
na sot e hasim statistikat, une kur kam studiu statistikat në vonesat të folurit kanë qenë deri 7-8%, sot e lexojmë edhe deri 20%, në statistikat ma ekstreme edhe deri 30% e lexojmë femit që kanë vonesat në të folur. Në të folur. Pse ndodh kjo? Stilin e jetës. Stili i jetës, veç një shembull mundem me demonstru, për shembull për një zhvillim tipik në trunë, fëmia në periodin e zhvillimor, edhe ju jeni mjek edhe do të kuptoni pa tjetër që jo temën, duhet me lëviz deri 15.000 hapa gjatë ditës. Statistikat sot modern tregojnë që fëmijat lëvizin 3.000 hapat, që i bjen 5 herë më pak. 5 herë më pak. Na derisa e ecim, na përfitojmë eksperiencat vizuale, auditive, motorike. Kjo tash mundemi me minusu ata eksperiencat të fëmit në kohën e fundit. Një fajtori malë është teknologjia, gabimet të prindërve, definitivisht, krejt ata janë shkaqe që kanë rezultu që ajo statistikën që e kena përmend. Po ju edhe keni shkruar një libër, 60 gabimet e prindërve, a? E prindërve, po. Shumë mirë që jemi të gjithë prindër, a kupton edhe jemi të gabimet aty. Po, vërtet. Cilat janë gabimet më evidente që vërtet prindrit i bëjnë sot në këtë raport? Mendoj në rreshtin e parë janë gabimet mungesa e lëvizjes që e kena përmend, por na si prind të gabojmë në çdo aspektin, çdo moment i ditës gabojmë, nëse vazhdojmë me blendu ushqimin ma gjatë se 1 vjet, përdorimi teknologjisë që e kena përmend, drita e 4 e dim sa është, e keqja me çrregullu gjumin, sendet të tilla, edhe une personalisht në çajo librin që e keni përmend e numrova deri në 60 edhe loda. Besoj që kishim mujt me vazhdu, por a u lodha aty vale? Po. Realisht, kur duhet ta kërkojnë ndihmën tuaj prindrit? Ndihmën e logopedit? Një pyetje jashtëzakonshme, edhe na e promovojmë tash një, hajde me thonë, planin profesional, s'ka lidhja, a dushojmë që fëmia e ka vonesën ose krejt është në rregull, na sugjerojmë në 2 vjet, kur fëmia e mosh 2 vjet, një takim i parë me logopedin, të kuptojmë ku është situata. Bëhet fjalë për çdo fëmijë? Për çdo fëmijë, absolutisht. Sikur një kontroll tek doktori për diçka tjetër. Një screening, hajde me thonë. Një screening tek logopedi. Po. Që ta shohim a jemi në rregull. Sepse na në 2 vjet, edhe në 1 vjet, na mundemi në kontekstin e komunikimit shumë send të shohim. A në 2 vjet mundemi plot send të shohim. Edhe që prindërit zakonisht nuk e shohin. Për shembull, përdorimi i gjestave, fjalorin sa është i pasun, sende tjera kontakt, reagimet, na mundemi të përcjellim edhe të sugjerojmë krejt është në rregull ose duhet të reagojmë. Ju thatë mos lëvizshmëria mjaftueshëm, domethënë e mjaftueshme tërheqja brenda pranë teknologjisë, një faktor shumë në këtë drejtim, të themi, deprimues, frenues në zhvillimin psikomotorik të fëmijëve në përgjithësi. Edhe në zhvillimin e të folura, sepse pasaj i të folurit ai nuk për zhvillon, ai po komunikon me telefonin, me teknologjinë. Këtu ekziston, nëse mundem me shpjegu, një mekanizëm shumë konkret, sepse na botën si pari duhet të mësojmë në manira centralizume, duhet informacionet të pranojmë prej jashtë. Kjo zakonisht konsiderohet deri në moshën 1 vjet, 1 vjet e gjys. Fëmia mas 1 vjet e gjys duhet me hin thellë në hapësirin edhe me fillu me kuptu me që softverin që e ka instalu, me kuptu masën e hapësirin. Teknologjia faktikisht i blokon që e hapësirin. Fëmija rinë shumë në ekranin edhe nuk hulumton botën në për hapësirin. Po edhe kjo... Me të cilin jeton? Po, e nuk kupton hapësirin në cilin jeton, po, vërtet. A keni kriju logoped të tjerë? A jemi mbulu? Çfarë mbulueshmërie kemi me logoped në Kosovë? Sipas standardet evropiane, sepse kjo kërkesa do të vjen në tavolin i qeverisë, patjetër në një moment, na momentalisht jemi afër 50% kërkesat standardet të mbushura për nevojat të logopedëve, që i bjen e kemi edhe 50% hapësirë të zhvillojmë logoped tjetër. Për shembull, na hala e kemi komunat që nuk kanë logoped. Që s'kan logoped. Po, që s'kan logoped. Keni ordinancë ta quajmë tuajin?
Po. E kam 2 qendra këtu, një bashk me kolegjin edhe një qendër në Prizren. Po. Aty I pranon të gjithë të interesuarit ata që kërkesat profesionale. Po. Dhe keni shumë? Mi vjen keq, po, shumë e kena. Shumë. Po. A është rrit vedia kështu e masës në përgjithësi që me ditë për që të punë kërkohet dërman tek logopedi? Po edhe kuptimin ka rrit shumë edhe çift modern ma shumë e ljuptash ndim profesional, vërtet. Tash në realitet është bën një numër I madh I njerëzve që kanë kaluar në për duar tuaja. Ata dhe vazhdojnë se seancat janë të vazhdueshme. A ka ndonjë lloj mekanizmi që përcakton sa seanca apo ndërlikueshmëria e rastit e determinon këtë? Po, 2 janë kriterat, moshën e klientit edhe gjendjen ose diagnoza e klientit, sipas ata 2 sen na e vlerësojmë sa duhet me përcjell terapinë. Tashi tek të folurit, tek fëmijët, diagnozën e përcaktoni ju apo diagnozat logopedike po, logoped e përcakton. Logopedi e përcakton. Sipas kriterat e përcjell kalendar të folurit një fëmijë, nëse nuk e përcjell edhim me njerë që është mrapsht. Po të gëlltitjet të këto, bashkëpunim edhe me doktorin, se doktori u a determinon, dhe kemi probleme që të rast. Po, çka është rëndësishme me cek është edhe që na punojmë edhe me rastet të moshuar, jo veç fëmijët, na për shembull me afazin punojmë shumë, rastet mas sulmin në trun, me gëlltitjen punojmë. Problemi I gëlltitjes është fenomen edhe për të moshuarit edhe për fëmijë, për tendencën që e kemi prindërit tash një periudhë gjatë të blendojnë ushqimin, edhe fëmijët nuk janë në gjendje me kafshu, me gëlltit, krejt ata janë pasojat prej stilin e jetës tash që jetojmë, edhe masa na e kemi edhe instrument profesional që vlerësojmë gëlltitjen, ku është problem, a është problem në fazën e përgatitjes në gojë, a është problemi në futin ose ma poshtë. A ke mbrimet e I kalu emocionin, profesor, në kontakt me njerëzit, sepse momente, gjendje të ndryshme që të bojnë në herë dhe mu emocionu? Valla, unë mendoj që logopedia nuk është profesioni që nuk ti ndryshon veç karrierën, ti ndryshon jetën, absolutisht. Edhe na nuk e shesim se di sen, na punojmë me njerëz edhe gjithmonë jemi në emocionet, absolutisht. Ke pas shumë raste në të trajtuar dhe a ke ndonjë histori suksesi që sot me emocione kujton kështu? E kam emocionet për shembull kur kam taku herën e parë, ajde çështu me thonë, profesionin tem që kam I ka ofru, taman najherë mendoj kjo rasti sot që ka ardhë është ma I rond, nesër të demanton ose javën e ardhshëm. Vjen jo ma I rond. Ose vjen prej brenda një familjes 2 raste, ose 3 raste, sepse une e takova familjen me 3 rastet e autizmit, taman kur kam mendu me 2 kanë qenë ma të rondë situata që e kam taku, mas një javë me 3 kanë dalë. Gjdo moment, gjdo dita e punës që kena është rasti për emocion, definitivisht. A na gëzohemi ose emocionohemi ma shumë kur e lëshojmë klientit. Edhim kur ka ardhë nuk ka ditë ndoshta azhë, kur e lëshojmë mas një ko, kjo është festat e na. Kjo është festë në gjashtë. A ke pas një rast kur fëmiu ka ardhë dhe s'ka full fare. E pastaj një ditë e liron që thoni, ja fletë shimin, edhe a I fletë jashtë zakon shumë mirë. Shumica rastet janë të tilla. Të këtilla, shumica rasteve. Çfarë emocioni është kur? Kjo është një situata që nuk mundem me shpjegu kaq thellë. Për shembull, e dim çush emocione prind në atë kohë, na çush jemi gëzum për arsye rezultati, për arsye emocionet që kena. Po ka ndodhur situata edhe kur kemi hangër flijat, për arsye suksesit, rezultat, kena matë edhe në këtë kontekst vërtet. E bukur. Tashi, përsëri po kthehemi tek se problemi është kryesisht me fëmijët, çfarë duhet të di çdo prind për zhvillimin e të folurit të fëmijës? Edhe një pyetje jashtëzakonshme, çdo prind duhet me ditë mos me fle deri në 3 vjet të para e fëmisë.
Do me thonë edhe ju si mjek e dini që truni e formohet brenda 5 vjet të para, por vitin kryesor është vitin e parë. Sepse prej 0-0 na e kemi formimin e trunit deri në 30-40% brenda vitin e parë. Nëse na si printe flejmë brenda vitin e parë, krejt trenat do të na ikë. Edhe na duhet të jemi shumë aktiv brenda vitin e parë, fazën senzorike që është faza kryesore, si një makinë që duhesh me qelsi me kallë me ndez, kjo është edhe në situatën me fëmijët që prindërit duhet me kallë, me thonë trunin brenda vitin e parë. A ka, po themi 1, 2, 3, 4, 5 elemente të cilat një prind duhet t'i vrej të një fëmijë që në vitin e parë, deri në fund të vitit parë, që do t'ja u sugjeroje në mënyrë që me ndihmu edhe rrugtimin tanë në këtë drejtim. Po ekziston disa stacionet, ajde që shtu stacione fix kryesore që janë, muajin e 8, buzeqeshja sociale, nëse femia nuk t'i kthehet buzeqeshjen, kjo duhet me qenë brenga e parë. Brenga e parë. Po. Masën e një vjet, nëse i mungon minimum fjalët bab-mam, duhet ta na shqetëson. Nëse në një vjet, në 12 muaj, nëse i mungon gishtin tregus, me dirigju faktikisht femia, edhe kjo mund me qenë shqetësuese, edhe nëse nuk reagon kur e thirresh me emrin. Ata janë 4-5 stacionet kryesore. Sidomos kur rreth element autizmi. Po. Tashmë vërtet keni kriju një përvojë dhe në këtë përvojë edhe momente interesante dhe pacientët t'i quaj. Klient na. Kam dëshirë, po klientë, ma mirë t'i quajmë klientët. Po. Ose pacient më thojz, të mundshëm, vinë nga Kosova, vinë edhe nga vende tjera? Mund dhe me thonë e kemi klient prej komplet rajon. A prej komplet rajon? Komplet rajon. Maqedonia, Shqipëria, kena, për shembull në Prizren, sepse na jemi më afër e Shqipërisë, e kemi edhe prej Kukësit rastet, absolutisht. Jo keni edhe rënien prej Kukësit? Po. Stërgjushin e kam prej rajonit e Kukësit, e vërtet. Bashkëpunoni logopedët? Qysh me thonë, qëre une në ekipën e kam shumë logoped, që u deheq, edhe prinderit ose nuk kanë opcion, ose kanë dëshirat të bashkëpunojnë. Tash kjo është një shkencë, e thatë vetë, e veçantë, 100 vite në shkencë, në njëherë janë pyetje orët, më bi fjala për një zbulim të madhë, po asa i ka parapri një punë e madhe, kolosale, shumë vjeqare dhe kështu. Si shkencë, ku është logopedia sot në botë? Çfarë e pengon këtë shkencë në botë më shumë? Kjo është pyetje shumë e serioze, valla. Mendoj që logopedia nuk e zhvillohet sipas kërkesat nga tereni që e kena, edhe besoj kogja jemi halat tradicional si shkenca, edhe nuk e shfrytëzoj mundësin që e kemi nga teknologjia, edhe në kohën e fundit diçka kanë nisë edhe në shoqata evropiane të promovojnë teknologjin VR, AI në kontekstin e logopedis, por besoj kogja si shkenca jemi glomazë edhe nuk ecim shpejt përpara. A keni mbërri? Absolutisht, ju sigurisht frekuenton edhe në për kongreset që mbahen, workshopet, sidoma kongreset në përbotë, se ajo është edhe kërkesë e kriterë edhe për... Me ecë përpara. Ku shprin nga këto vende në përbotë, kështu, themi, Amerikanët, Anglezë, Gjermanë? E dihet. Amerikanët, dihet, Po. Në kohën e fundit Amerikan, para 30-40 vjetë u konë ma shumë, ajde me thonë, SSSR, që shu konë Rusia. A Bashkimi Sovjetik? Po në atë kohë kanë qenë në këtë drejtim kogja përpara, por në kohën e fundit 30-40 vjetë të fundit Amerika ka marrë apet lider me qenë në fushën e logopedisë. Ma përmende një fjali interesante që jemi akoma tradicional, po tash kemi fillu me, sepse është e rëndësishme zhvillimi teknologjik në këtë drejtim për ta suportuar punën tuaj profesionale? Po, por mas një moshën. Mas një moshën, sepse pajtohemi na duhet të jetojmë me teknologjinë, sepse kjo është era e teknologjisë, por nëse na teknologji e përdorim në manira jo kritike, do të shkaktojmë telashe të mëdha. Kur kam përmend mas një moshës, konsiderojmë mas 3-4 vjetë. Mas që e shohim fëmija ka nizme fol, e ka krejt send bazike në kontekstin e zhvillimit, na mundemi të ofrojmë teknologjisë. A mund të nga tregosh në ndonjë histori kështu
të veçantë ku ke heq dorë, po dhe s'ke heq dorë dhe rezultati ka qenë evident. Po, kjo është besoj një pjekuri profesionale, eksperiencën që e kena bërë. Në fillimi karrierës kam mendu në manira rasti kur vjen, e krasoj me rastin e kalum, edhe krejt do të del kunder. Tash gjithmonë mendoj çdo rast e ka shanset reale, gjaset reale me ecë përpara, edhe i qasim në manira individuale. Asë një rast nuk e krahasojmë mo me rastin filani fisteku që u konë para se di 2 muj, 5 muj, që ashtu është. Që i bjen, vërtet kam pas rastet kur nuk kam besu që do të kemi rezultat, a najherë kur kam mendu shpejt do të arritëm naj rezultat, nuk kemi arrit. Kjo është kogja, qysh me thonë, relative. Relative. Po, absolut, së mund është asgjë me thonë që është absolut. Në mjekësin nuk i garancion. Relative. A kemi arrit akoma në Kosovë, tash në Republikën e Kosovës, ta fusim këtë lënd, këtë lëmi, këtë shkencë në vendin e duhur ku e meriton në mënyrë që të krijojmë kuadro të mjaftueshme dhe e kemi vetëm Prizren apo kemi edhe në Prishtinë? Logopedin? Logopedin. Jo, veç në Prishtinë e kemi. Po. Çka unë ndoshta mendoj që shteti vet nuk ka kriju drejtimin e logopedizme që në nivelin shtetnor. Na jemi institucionit privat, të jemi qartë. Kjo tregon që shteti hala nuk ka kuptu rëndësin e profesionit. Po shteti nashta nuk e din, se kjo është rrallë vetë, edhe shteti ndoshta nuk e din, duhni ju mjau propozu, mjau që projektin, mjau... Kështu do të bëjmë, e kemi të vështirë. Në për viteve na kena sugjeru, kena pas trujezat, kemi suflu që ashtu me thonë shtetit, por na i përgjigje nuk kemi gjithë. Ndoshta ose shteti ka mendu, ka atje një drejtim, është e mjaftueshme, ose... Tashi në institucionet ku punoni ju, ka të interesuar për logopedi? Për logoped të ri? Po, edhe e ka një tendenca rajonale që është në anketave që bëhet në për shkollat shkollat e mesme, nxënësat në vendin e dytë ose tret e kërkojnë fakulteti logopedis, ose në Kroatsin, ose në Bosnjë, ose të na, ose. është si një profesioni shumë i kërkum, vërtet. Seancat, çka përmbajnë, profesor? Përmbajnë aktivitet, përmbajnë teknikat, përmbajnë metodat, varet prej... Aktivitet, teknikat çka? Të folurit? Varet prej diagnozës. Për shembull, unë nuk e trajtoj në njëjtën mënyrë. Teknikat nuk janë të unifikume. Unë nuk e trajtoj në mënyrë e njëjtë një këngëtar ose një fëmijë që ka vonesat në të folurit, a këngëtari ka probleme zërin. Një fëmijë që ka vonesë në të folurit, çka filloni, ç'a bëni, që në start me të? Fillojmë me u adaptu fëmin në seancat, të krijojmë autoritetin, masën e krijojmë ata send kognitive bazike, sepse çka është folurit në final, prej ku ka dalë folurit, ka dalë prej imitimet trupore, fillojmë të mësojmë imitimet trupore, selektimet, ata janë sendet ose njësijat bazike kognitive. Nëse e kap shpejt kjo, na edhim që klienti, fëmija e ka gjasët të mlaja me ecë shpejt për para. Cilat janë, të themi, kushtimisht, shkaqet e të mos folurit? Më shumë janë organike, psiqike? Në kohën e fundit e kemi funksionale. Funksionale. Krejt është në rregull, por nuk kanë nisë të folurit me ecë për para. Që e ceka edhe ma heret, definitivisht problemi kryesor është lëvizja, sepse na edhim prej neuroshkencës, neuroscience që lëvizja, qendra e lëvizjes, është kojshia i parë qendrës të folurit. Kojshia i parë i qendrës të folurit. Qendra e lëvizjes. Po. Kojshian. Kojshian. I thot nisu se s'ki me folë nëse s'nisesh. Na edhim rasti me paralizat cerebrale edhe ka pasojat në të folurit. Kjo është edhe një dëshmi që arsyeton kjo. Do të vazhdojmë me folë për diçka shumë të veçantë në vazhdim, por
ju keni botuar një libër deri më tani. Ky libër është botuar për studentët, për nxënësit, apo për të gjithë ne? Faktikisht unë e kam 8 librat, lloj-llojshme, me metodat, me teknikat, librat edhe me teorisë, edhe me praktik. E kam material i botum edhe për profesionistat, edhe për print. Edhe për prindrit. Janë 8 libra. Po. Kur takosh me studentët që duken gati si ju kështu si profesor i ri, goxha interesant. Kam pas një rast një herë në një ligjërat për magjistrantët në Lozan, një profesor ligjërante ishte shumë i ri dhe mu më këshin marrë dy shokë të mitë që ata magjistronin, ta dëgjoj ligjëratën edhe bani shumë përshtypje dhe sot qatë malë ma qënë ju, kështu në... Unë kam, ajde me thonë, filozofin suksesi është super, është i mirë, por suksesi në kohën e hershëm është ma jomël. Po cila është në realitet? Po themi maksima, maksima e filozofisë se jetës tënde. Ke kriju deri sot ndonjë? Po, mendoj që shumë herët kam nisë me mendu në këtë drejtim kontekst. Unë besoj që e zbatoj maksima është e prishe komforin, zona e komforit, sepse zona e komforit na paralelizon faktikisht. Na paralizon. Sepse zona e komforit na ul karrikës, lëvizëm se mirë. Super, kam një rogën, punoj në, për shembull, çush njerëz rezonojnë, punojnë në punën shtetnore, mjaftueshme është, edhe që ashtu nuk e nxjerrim kapacitet plot. Pse? Sepse zona e komforit, pranë zonën e komforit gjendet zona e frigës. Njerëz për çet arsye zguxojnë të dalin prej zonën e komforit. Frika prej ndryshimit. Po. Çdo njeri që ka tentu me del prej zonën e komforit, edhe nëse ka mujt me kalon që zona e frigës, masan e ka hinë në zonën e besimit, edhe zona e 4 është zona e suksesit. Prisheni komforin, mos u pajtoni, sepse dialektika, absolutisht, lëvizja e ka ndryshuar botën deri më sot, e ka qenë në këto nivele. Profesor, po shkojmë me pak marketingi dhe do të themi se do të flasim për gjëra tjera të bukura. Profesor, në realitet kur të dëgjojnë, mu më pëlqen shumë kjo thamë non-stop profesor, sepse nuk janë tituj që e ka ndryshu botën, po ata që e ka ndryshu botën kanë orë të tituj. Sepse ata tituj kanë identifiku. Profesor, doktor, magjister, këto, do më thonë, pa tjetër prej dyrëve të shkencës, nuk ka hykot në... Vërtet. E mendoje kur ishe i ri kështu i vogël, e ke pasi ëndër që do bëhesh një ditë profesor? Jo, ndoshta valla, por çka me thonë, gjithmonë kam pas ndaj planet, idejat. Besoj kjo u kon arsye. Arsyeja. Po, gjithmonë kisha planifiku diçka, kisha mendu diçka, por sot e dihet 2 cent më të rënda për njerëzve që janë, ose njerëz që urrejnë 2 cent të bëjnë janë të mendojmë edhe të kuptojmë prioritet. Të mendojmë dhe ti kuptojmë prioritetet. Sepse, nëse na e thojmë një detyra shumë e thjeshta, sa është 14 herë 20, barazim është kalkulator, jo shuma të tentojmë të mendojmë. Ne shkojmë te kalkulatori. Me njërë dalim te kalkulatori. Edhe që kjo inteligjencë artificiale, goxha na ka kalu edhe kalkulatorin tashi. Po, na vitin e kalum në Novi Pazar kemi pas një ligjerata atje, edhe titulli ligjeratës u kon teknologjia është, kompjuterat janë më të mençura, njerëz janë më pak. Më pak të mençur. Po. Në realitet, me inteligjencën artificiale, me gjitha të duhet shkollë që të gjindesh. Është kjo, nuk ta kryon krejt komforin që ti krejt i paditur edhe se ta kryon inteligjencë artificiale. Duhet dish me pyet. Po. Edhe, a ke pa që po varet këtë për fjalisë që ti ja kërkon? Po, vërtet, për ata inputat që i jepësh, edhe mendoj inteligjencë artificiale është pajisje jashtëzakonshme që e kemi.
Edhe duhet temi falenderus për Po, absolutisht. për çajo shpikjen që e Na kanë nuk guxoj me kundërshtu, se kjo i bjen sigur ata që i kanë kundërshtu makinat atëherë në atë revolucionin anglez që i kanë thye. Po. Dhe kështu që, profesor, ju jeni autor i 8 librave, kreatori një pune të jashtëzakonshme dhe shumë humane në jetën e përditshme, sepse humanusit i del në ndihmë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po jeni edhe autor i disa shpikjeve që për mua janë kejt panjohura dhe do të doja që të na thuash çfarë janë të shpikje dhe si rezultat i çfarë pune kanë ardhur. Ju jeni faktikisht gazetari i parë që çajo temën në maniera publike që e ka parashtruar ose që e kemi hap me ju. Po vërtet në kohën jo të fundit 4-5 vjet në fund punoj me disa shpikjet. Një shpikje quhet GLU, është një pajisje për fëmijë që nuk e kanë kontakt, që nuk reagon kur e thirresh ose kanë kontakt pak më i dopt. Kena kriju një suzat edhe një pajisje me vibrime që vendosim në shpinën e fëmis edhe e aktivizohet përmes të folurit edhe drita në syzat që janë syzat pajamat, edhe që jo kompjuteri që është në shpinën e fëmis edhe aktivizojmë përmes të folurit. Testimet deri tani që e kemi pas kanë tregu suksesin mbi 80%. Kur një fëmija kur e mban çajo pajisje mbi 80% rritet reagimet janë rritë. Jashtëzakonshme kjo. Pse po e thoni vetëm tek unë, nuk ju kanë prit apo s'keni dashur akoma, keni dashur me i prit rezultatet? Po kemi qenë në faza testuese, tash jemi në fazën prodhimi edhe promovimi serial. Të saj. Po. Edhe promovim edhe prodhim. Po, faktikisht, ç'ashtu ka. Mirë. A mund të flasim edhe për ndonjë shpikje tjetër? Po e kemi një shpikje që është në tregun, unë e konsideroj si një shpikje e vogël, por shumë efektive. Kemi kriju një gotën logopedike për masazhat e gjuhës, për problemet e gëlltitjes, për gjuhën hundor. Shumë send e bën çajo gota, shumë është e thjeshta, sepse unë gjithmonë si profesionist kam pas problem me ata shpatullat fëmija kur duhet me nxjerr gjuhën, kogja është e rëndë me bind me nxjerr gjuhën, edhe kur kam mendu çka mundemi të krijojmë, e gjeta çajo gotën shumë e cekë është, edhe mundesh me vendos krem mjaltin çka don fëmia, edhe me çajo epshin ndaj ushqimit fëmia vet reagon, vet e nxjerr gjuhën. Faktikisht e ka 2-3 platforma brenda gjuhës edhe çështu ushtron gjuhën. Në mënyra shumë e thjeshtë. Në mënyrë shumë e thjeshtë. E ke prezentuar në ndonjë kongres? Mes kolegëve po. A mes kolegëve? Po kështu, akoma? Akoma halaj. Me dalë atje në ballë, me u folë edhe me prezentuar? Jo, sepse kemi plan mas verës të bëjmë promovimet edhe për çajo shpikjen e parë, edhe çajo gotën, edhe kemi 2-3 send tjera që janë në fabrikën që e bëhet tash. Mund të flasim për këto 2-3 shpikje tjera, apo e presim në një moment më të mirë? Po, s'kemi nevojë. Në një moment më të mirë. Profesor i nderuar, përveç ata që kanë probleme në të folur, sidomos te fëmijët, logopedike, logopedia, gjuha. Pedia? Shkenca për pedagogji. Shkenca për pedagogji. Dhe pedagogjia me çujtë e gjuhës, e të folurit e kështu, dhe shumë e rëndësishme, me patjetër për njeriun, që dikur e kishim tabu, s'merrej kush, kështu është, çështu le, çështu rrit, çështu ka vdek, ka mbaru. Mendoj që një fjali që është armik më i madh ndaj fëmijëve është edhe daja jem nuk ka fol deri në 5 vjet. Mos u ngut. Kjo është armik. Gabimi më i madh. Më i madh në koment që është. A ke pasur sa përdorin që edhe Einstein s'ka fol deri ka bosh 7 vjet. Që s'është e vërtetë. Valla kjo e dëgjojmë hala çdo ditë. Po, e dëgjojmë. Dhe qenë ka gabim. Po, prandaj mos e bani, profesori po thot. Për vitet të tëra janë një kast e kësaj shoqërie, një nivel i lartë, për mua tingëllojnë edhe nivel i lartë, se janë botë e artit, e artistëve, edhe tu kanë drejtu për plot artist e këngëtar që të i kalojnë problemet e tyre. Janë disa,
Ju I dini më mirë se as nuk të kam pyet, as nuk edhe okej, raporti as nuk kërkoj me na thonë kush e si, përveç që një kemi mik të përbashkët tani që të dytë. Por, cilat janë kërkesat e këngëtarëve, artistëve, apo pasojat e të kënduarit të pakontrolluar, me probleme në ambiente, apo... Unë jam I befasum kur e dëgjova, mbasi që kam pas disa kontakte me këngëtarë që keni përmend, që ata nuk kam pas deri tash kontakt me një logoped. Logoped është për këngëtarëve si një fizioterapist për sportist, si futbolist. Edhe ti me pas karrierën 30-40 vjet, pa asnjë problem, nëse këngëtar kjo është fati prej Zotit. Ani me konë edhe doktor edhe këngëtar edhe mos me të kontaktu 30-40 vjet logopedin. Po. Kjo është veç I tina I ndodhë, se tjetër... Kjo është fatimal. Fatimal se je po flet mirë edhe po kënon, ale? Po, keni të taman zëni mesetar, me përdor. Çka ndodh gjatë ti të kënduarit, prezentimit, të ekspozuari në ato ambiente që paka shumë I përmend në përvite? Keq përdorimi rezulton problemet në zë. Term profesional është disfonia. Disfonia, çrregullimet e zërit. Edhe një arsye është keq përdorimin, nëse ti e ki që e dëgjoj unë prej këngëtarëve, kam pas 40 disa ditë çdo ditë koncert. Kjo është shumë, ose duhesh me qenë I përgatitur si një futbollist që duhet me 20 ditë me ushtru para se me fillu sezonën. Edhe njëjtë vlen edhe për këngëtarëve absolutisht, duhet me përgatitur veten para sezonës. Edhe mas sezonës duhet me mbaru me naj relaksim në kordat, me ushtrime për relaksimin absolutisht. Edhe une me këngëtari parë që kam si shok I madh momentalisht, edhe mundem besoj që I përmend emrin. Po se e kemi këtu, po na dëgjon ai, e kemi edhe në sallë. Super, është artisti e këngëtari që për vite tëra ka kënduar edhe këtu Bajram Dobra. Eduard Trokasi. Është nga ata këngëtarë më insistim, që edhe ka vizituar, edhe ka konsultuar edhe të... Po, mendoj që ai ka nizme bo ndryshime mes kolegëve, ai ka nizme shpjegu rëndësin që ajo trajnimet profesionale që kena përmend. Në realitet, unë po du prej këti emisioni për kolegët e mi, për këngëtarët, që janë zërat jashtëzakonshme, me gjuna do t'ishte me humb. Po. Në zë ndikon edhe biologjia, sepse ti në fillimi karrierës nuk e njëjtë si mas 20-30 vjetë, sepse edemat, polipat rritet gjatë karrierën, a plus nëse nuk e përgatitur në kontekstin kondicionit, sepse dhe zëri e ka kondicionin, cilësin, duhesh najher me rritë cilësin, sepse cilësia bin gjatë karrierën, krejt ata janë sen që na duhet të dim, edhe profesionistat vokal duhet të din ata se. Të marrim parasysh. Sa ka rëndësi anamneza kur vjen për herë të parë? Me pa tjetër, a? Po, sepse anamneza është senzori kryesor. Do të më të tregu, sakt. Po, Më kam ndodhë, s'm kam ndodhë, e kam bërë, se kam bërë, krejt. Po, sepse na përmes anamnezës duhet të dim në çfarë drejtimin të vazhdojmë muhabet, ose terapin, ose na I diagnostikim shtes të vendosim nëse duhet absolutisht. Por të profesionistat vokal, që janë edhe këngëtar, pa tjetër duhet të dim çka janë armiqet kryesore, keq përdorimin, absolutisht. Mungesa e kondicionit mund të shkaktojnë polipat, nodulat, ose ndryshimet organike në kordat vokale. Cigar, e ka një ndikim jashtëzakonshëm të keq. Kafe në dozat të larta, absolutisht. Problemet me barkun, si se di lukthin nëse kemi edhe. Kjo duhet me parandalu absolutisht. Ose nëse është e mundshme, ata sen të zvoglohet në një se di në një sasi. Dal nga dal duke I eliminu këtu. Por unë e kisha dash me theksu diçka më e rëndësishme ndoshta, sepse sipas statistikat profesionale, 70% disfoniat e shkakton janë psikogjene.
e kanë bazë në nëse unë nuk e njihem mirë, nëse kam stres, zakonisht që profesionin shumë e kalon stresin, edhe ndoshta edhe ata vetë ndonjëherë shumë stres paraqitjet në koncert, para publikut, paraqitjet dasëm, të kërcen zëri, trak, hap, prej aty, absolutisht, është ai filmi me Pavarotin që pastaj duhet mja fut një injekcion... Po, momentalizme, po. Që mjullë shuzë. Do më thonë, 70% janë tu. 70% shkaktaret disfonijave janë stresogene. Disfonijat psikogene e kanë emër të sakt, po. Shkaku i stresit. Shkaku i stresit. Po dhe këto që i përmendëm? Po, plus ata sen që kena përmend, por stresi është numër 1 shkaktaret që e kem. Në ujtë ftohtë të ngrohtë? Po, absolutisht edhe ujtë duhet. Por kjo konsiderohet si diçka ma e vogël, si nëse tash e theksojmë një stres që ka mund me. Kur e flas për stresin, mendoj për një stres që është në rrugën e gjatë. Po. Absolutisht. Po, që në vazhdimësi. Po, në vazhdimësi. Rritet pragu i gasmushmërisë, rritet edhe problemet, shkon të ngulfat njeri, po themi ngulfat, duke të ngulfat zëri, duke ju fik zëri. Të jenë lajmëru këngëtar të tjerë? Lajmërohen këngëtar, artist? Edhe këngëtar janë, deri tash që kemi folë për prind, edhe ata janë ngjajshëm, që ajo tema nuk kanë qenë promovume, edhe besoj nuk kanë pas njohurin mjaftueshme, për në kohën e fundit e kemi tendencën... është rrit kjo vedia, absolutisht në këtë drejtim. Edhe pastaj, është gjë shumë e bukur, sepse ti konstaton për një gjë që e ke logopedin. Qa bën logopedi? Bën këtë, wow! Si se pas këmi ditë, vërtet. Më thonë të drejten, unë edhe pse kam baru mjekësin, dhe më thonë, shumë pak informacion në këtë drejtim kam pas. Më shumë jam përgjegjë vetë, si doktor. Na im qamë thu kështu, kam thonë bëjë këtë, mos e bëjë këtë, nga përvoja, e kam dëgju filan këngëtar, filan artist, filan profesionist, por jo me kompetencë, me folë, shko të logopedi, shko të njeri që e ka formulën e zgjidhjes së problemit. Po, absolutisht, na kena edhe instrumentat shumë e tjeshta që mundemi mas 15 minuta të kuptojmë gjendjen në zërin e klientit, absolutisht, në kontekstin dinamikës, në kontekstin kondicionit, në kontekstin cilësin që e kena përmend. Edhe me ditë si një raport ku është klienti me zë. A kemi ndo një histori interesante, ndo një sukses artisti që ju kalon bresa? Po, gjithmonë e kam, e mbaj në mend rasti, kur ka ardhë këngëtar koleg, edhe ka ardhë shumë i dëshpërum, sepse ORL i ka diagnostifiku paralizën në kordat. E plike vokales. Po, por kjo u konë bash paraliza, a na e dim në kontekstin, sepse fjalë paraliza tinglon shumë keq, sepse na e krahasojmë me paralizën trupore. Veç me na thonë bijem. Po, jam i gatshëm që ashtu del. Kur unë i shpjegova, sepse na e dim në kontekstin logopedik, paraliza nuk është një çrregullim, në kordat, paraliza nuk është një çrregullim serioz, që mundemi shpejt të nxjerrim rezultat. Paraliza në përkthim është që korda është pasive. Por na e kemi teknika që aktivizojmë që ajo kordën edhe korda shpejt e kthehet në që ajo mënyrë ma hershëm që e ka pas. Edhe unë kur i shpjegova që ajo paralizën ti që e ki nuk ki paralizat ekstremitetve, ti e ki kordën na e rregullojmë. Ajo po flen, po ka më ushu. Po, edhe shpejt kena pas rezultate. Keni pas rezultate, me i duar trokit kësaj gjë. Ve që vjenë të gjithë ata artiste këngëtar që vërtet, po se në puna jo mirë. Edhe këta që pi bojnë dasmat, do të me kuptu, është mirë. Sot me bojnë i dasëm, mas 3 ditëve tjetër, nëse po lodhme tu këndu. Sot, nesër, pas nesër. Mundesh edhe sot, edhe nesër, edhe mas nesër, por duhesh me qenë i gatshëm. Qaj këngëtari që e ka në Bajram Dobra, i ka 40 i ka, një mas një, qa me bota shi? Por ai është i gatshëm para sezonës e përgatisë. Po ai vrapon me kordat. Shumë mirë, sepse ka thonë që din me lujtë futbol, nuk e kam provu. Se kam fort bindjen që din me lujtë futbol, po këtë sigurisht e bën mirë. Është njeri shumë i kujdesshëm edhe duar trokasim edhe njerë, se kemi artiste, kemi mikë përbashkët. Kush më ka suportu, profesor, mësë shumë të mjetë që i e falenderus?
Nonës, definitivisht. Nonës, të nonës. Sepse na e dim, unë edhe nona çka kena mbjetu. A çka keni hjek? Po. A, keni hjek shumë? Jo shumë për kjo kon një lufta e gjatë. Po, familja juaj përbëhet, nona juve dhe? Edhe e kam grujen, fëmijët, po. Sa fëmijë ke? E kam 3 fëmijë. 3 fëmijë. Po. Aja ke bose shqiptar dhe djemë vajza, apo si ke? Qikat janë, qikat. Të lutëm. Marënësia qika djallë, vëmë për zotin që i ka falë, thot një kanë nge bukur. Definitivisht. Mesazhi juaj për për prindrit, për ata që e kanë zërin rjetin kryesor të komunikimit edhe të suksesit. S'po du bashkë me këshillu njerëzve. Le të prishin që ajo zonën komfore, edhe koha është i vetëm resurs i vlefshëm që e kena ta shfretizojmë në sendet adekuat. Edhe le të konsultohen me profesionistët. Për ata që kanë nevojat, probleme, Absolutisht në rast të parë. Po. Kush është Mulaim Kaçka, profesori, asistenti, doktori, jashtë profesionit? Gatuan, këndon, lan vrapon, luan futboll, këndon, a thash këndon? Jo. Po, dallon të kënduarit. Basketball. Të kënduarit në kuzhinë e bën ti çit don vet. Të kënduarit të bajramit gasëm do të më jamu shmenën 300 vetave. Na këndojmë falas, faktikisht. Këndoj edhe në banju, ose në natyrë, zakonisht. Se kur i lanë anët po se po. Kur askush nuk dëgjon. Unë e di me ndrejt zënin, kur nuk kam cilësinë me këndu. Cilësinë e zërit. Mirë, ajo është të dhona e Zotit, kështu themi. Po. Ndonjë sport? Veç vrapoj. Çka të tërheq me lexu më shumë, profesor? Përveç shkencës. Në kohën e fund shumë shkenca, valla. Shumë shkencë. Nuk e di. Ka dhe zhvillime dinamike të hartë Po të mbajnë. duhesh me përcjell, sepse nëse nuk e përcjell do të mbetesh mbrapa. Pas qindra pacientëve, sa do që e keni moshën shumë të re, që i keni ndihmuar. Cili është falënderimi ose momenti që ju ka prekur më shumë edhe që nuk do të harrosh kurrë? Po, e kam ata që përmenda 3 fëmijë që kam pas bashkë të lashet serioze, edhe 2 prej ata 3 që kur kena pa që kanë... 3 prej një familje, 2 kanë hecë? Kanë hecë shumë përpara. Shumë përpara. Edhe e di takimet me atë prind që kena pas, sa ata kanë qenë gëzume, sa kanë qajt, sa kena përballë që ajo situatën bashkë. Profesor, ishte kënaqësi që të kisha musafir. Na kanë thënë gjëra shumë bukura, jemi mundu të flasim në mënyrën më të thjeshtë që të na kuptojnë se njerëzit kanë shumë nevojë për këtë segment të jetës që bën pjesë në shëndetësi, sepse bile shumë edhe i bashkëdyzuar, jo veç ai fizik, po dhe mendor, dhe të falenderoj nga zemra që na erdhe, që na the gjërat bukura, edhe na shpalofte një përvojë shumë të bukur para spektatorit. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Ne jemi rikthyer, kemi kaluar në një moment tjetër. Për vitet të tëra, dikur shqiptarët absolutisht nuk kontaktonin njërin tjetërin. Sa e rënd, sa dhimbje, por mbi të gjitha, kënga i kaptonte malet, i kaptonte kufit, dhe artistët këndonin në një frymë, në një zë. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që të dëgjojmë një duet të jashtëzakonshëm që na vjen nga Shqipëria mëm. Andaj, në ndorë trokitje tuaja, zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, Vitore Rusha dhe Hysni Hoxha.
Mi serdhet. Mirë se Gjetëm, faleminderit për ftesën. Jashtëzakonshme, na sollet një duet. Kush e kish propozuar këtë duet? Vitoria apo Hysniu? Hysniu. Dueti ka ardhur nga unë me tekst Afërdita Hoxhës, Po? muzika Cila është është motra e? imja, edhe orkestrimi nga Mario Marko. Mario Marko. E jashtëzakonshme. Si e pranoj Vitoria? Po ne kemi pas dhe bashkëpunime të tjera me Vitorën. A keni pas edhe bashkëpunime të tjera? Keni duete të tjera? Kemi dhe duet. Vitoret kam për herë të parë dhe a e di sa të kam dëgju me shumë pasion. Nuk është se nuk dëgjoj edhe sot kur mundem. Por dikur absolutisht keni qenë nga ata zërat bukur që i prisnim me padurim, i prisnim me padurim këngët që do t'i nxirrnit. Më pas më ka bë përshtypje se kur kam marrë në Shqipëri, pavarësisht që ne jemi gjenerat pak më e re, dhe do më thanë ishim këngëtarë më të ri, akoma s'kishim bon atë bubin e po themi të Sabri Fejzullahut, të Nexhmije Pagarushes, e Ismet Bugujevcit, e gjithë aty në Luan Nazmije Hajrës, Hoxhës, e Luan Hajrës, e gjithë ata zëra të jashtëzakonshëm, dhe mu më dukej dhe thosha, lere, këta kënojnë bukur, ne s'dim të këndojmë këtej. Kur erdha në Shqipëri ma thonin të kundërtën, thonë, ne mendonim se ju këndoni bukur. Është vërtet. Në realitet Vitore Rusha, Vitore, kur ja ke bo atë bame dhe bimin tënd që të dalish në skenë e të dëgjoj, po themi, një pjesë e madhe e Shqipërisë, se më pas vjen gjithë Shqipëria. Po. Unë si fillim dua them sepse unë kam marrë pjesë që fëmijë, që në klasë të dytë. Kam marrë pjesë në festivalet që janë organizuar në Puk të fëmijëve, në festival fëmijëve. Jam nderuar me çmim të parë, por që bëri bum është në një festival të ansamblit shtetëror, me kompozimin e Agim Krajkës, të ndirit profesor Agim Krajka. Ju përshëndes nga Bjeshkët e Larta me tekst e Juliana Jorganxhit. Nga vendlindja ime nga Bjeshka e Lartë, sill sot vezullimet nga yjet e Nga vendlindja ime nga Bjeshka e Lartë, sill sot vezullimet nga yjet e Big të mvaj, dy gigantë si Agim Krajka dhe Juliana Jorganxhi, po krijonin për ty një këngë. Po, jo vetëm kaq, por dua të them se unë erdha 3 ditë para se fillonte festivali. Më kishin harruar fare, se isha e re, më kishin harruar fare dhe thot Agim Krajka në shtëpi, thot nusës, kishe muzikante dhe nusën violiniste, i thot, mos që kam bërë, kam harru të bëj këngën për Vitoren, ma bërë një partitur dhe e shkrua në moment. Edhe Juliana kishe bërë tekstin, e mora tekstin, shkoj të marrë garderoben për të vesh, atje dhe harroj tekstin në garderob. Dhe e kam marrë tekstin, e kam vetëm një ditë e kam lexuar dhe të nesmen kam dalë në festival. Sa ishte live, s'kishte? Ja, s'kishte aty. Në shku në studio me inqizu dhe pastaj bëjmë sikur këndojmë. Ishte live. Ishte një emocion i papar, më kanë kthy 3 herë, që s'bën vakita këtë në festival, 3 herë më kanë kthy derisa e këndova edhe një herë strofën e fundit. Në Pallat të Kulturës? Në Teatrin e Operës së Baletit. Në Teatrin e Operës së Baletit. Diçka jashtëzakonshme? Shumë. Kjo Pukjania ja bani bam edhe bim. Pas, ka. Kur u ktheve në Puk, e gjithë Puka në kam. Gjithë Puka në kam, nuk kishin ku të më vinin. Po këta si të pranuan, vërtet, se janë tash 2 big që kanë kriju një këngë. Po një vajzë e re, me një zot bukur, dhe po të pranuan mirë? Shumë mirë. Shumë mirë. Jashtëmase mirë. Sidomos ata që kanë qenë në sallë të nesërme në për Tiranë. Fotografitë e mia ishin në çdo cep, në çdo vend aty se ishte Foto Tirana dhe atje i bënin, sa atëherë bardhëzi ishin, i bënin fotografitë dhe kishin vënë një fotografi të madhe e timen dhe kur kthehem mas një muaji që kisha prapë aktivitet në Tiranë, nga Puka në Tiranë, e shoh fotografinë më afër dhe 2 persona thonë, "Ua, kjo këngëtarja Pukjane, po sa qejf e kishim dhe nuk po më njihni që isha aty." Kontakti rrallë, po rëndësishme ishte që tash kënga po dëgjoj, sigurisht në radio, se radio e ka qenë një spunt të fuqishme. Po e kishe pedigre, familja juaj kishin këndur me herët, këndon të dikush, apo si dole? Shiko, nga familja ime nuk e dija që këndon të kush, por unë në një dasëm kam rastisur, isha një 10-12 vjeqe, se unë kam kënduar që në klasë të dytë. Bësh një dasëm,
atëri bënim dasën me proborre. Po. Dhe dëgjoj babën tim, ishin 2 persona, një këtë një andej, këngë Maj Krahu. Bravo. E tjere. Dhe kur kam e gju babën tim duke këndu, unë jam Mahniti. Që sot, a i po të kishte vazhdu në shkollë, do ishe nëjë tenor, do ishe nëjë, nuk e di. Besoj ka marrë nga baba. Sigurisht andej. Pa. Po të tjerët vazhduan? Nga familja ime. Po? Motra ime ka këndu, deri në momentin që u martua, ka këndu, masi i ka unë, dhe më tha, e lash një rusha, se unë martova, i ka në Gjirokastër, u largova, dhe... A, martova në Gjirokastër? Gjirokastër, nga cepit në cep. Po ku njohtë në këtë Gjirokastëritin? Ishim në një kurs të muzikës në Tiranë. Bashkëshorti im ishte për korno, unë isha për kanto. Edhe atje unë njohitëm. Atë unë njohtë? Edhe ju njohi shkolla? Shkolla, dhe sot e kësaj dite, jemi bashkë, kemi 2 vajza. Një qiftiri me 2 vajza të reja. A? Pa. Absolutisht? Nëse dhe ajo është si ty? Shumë maj mirë. Edhe maj mirë? Ti ka pas bashkëpunime edhe me këngëtarë të tjerë? Po, kam bashkëpunime edhe me të tjerë. Me Liri Rashën. Edhe me Liri Rashën? Vera. Lacin? Me Mere, me Kurtin, Afërditën, motrën time. E plot këngëtarë tjerë. Po kur e keni pas bashkëpunimin e parë kështu? Ka 4 vjetë? Ja, 2019. 2019. Në Covid këndum ne, si këndum. Si nga lejun me këndum në Covid? Po, me Vitorën e njifemi që herë, që kojmë pas punu në diaspor. A, në diaspor? Mas vite 90. Ku, në Zvicër, në Gjermani? Në Zvicër, Gjermani. Gjitha të vende? Po. Dhe ju kanë prit mirë, sigurisht. Ma herë dole me ansamblin, apo dole për herë parë shtu? A me Pukën? Me ansamblin Puka, për herë parë kemi vajtu në Maltëzi. A në Maltëzi? Po. Kemi qenë një grup shumë i mirë, kishim valltar të tropojës dhe gjithë instrumentistët në krye të madhin dhe të pavdekshmin Nue Shyti. Po në Kosovë, kishe pas fatin para vitit 90? Ja, edhe kisha andër. Edhe kisha andër. Po, u bë një ansambël, edhe nuk e di se pse u huqa nga lista e ati programi, dhe nuk erdha dhe them drejt jam mërzit shumë dhe kam qajt. A, dhe ke qajt? Po, ta them me sinceritet. Fati, këngëtarve, a din më rrisni se ju e dini të dytë kush është Jusuf Gervalla? Sa i ka qenë edhe këngëtari jashtëzakonshëm, këngëtari i muzikës lehtë. Ka bërë këngë vetë, tekste vetë dhe kështu dhe në vitin 79 po pregaditej ekipi radio-televizionit Prishtinës me ardhë në Shqipëri edhe para radio-televizionit në autobus hypin këto sigurim sa të juve, hypin sigurim sa të dhe dhejnë Jusuf Gervalla, ti në tokë, ti nuk shka atje e ranë shumë sepse të gjithë e kishim ëndër dhe nëse vërtet Vitore, ke bërë shumë këngë? Kam bërë. Por për vetë fakti se unë kam qenë pak largë Shqipërisë, dhe jetoj akoma largë Shqipërisë, nuk kam patur mundësin që të bëj shumë më shumë. Por kam këngë, edhe duete kam shumë për që bashkëpunime edhe me duete. Ke bashkëpunime me të tjerë përveç me Hysniu? Po. Me? Vlezrit Leshi. Së shpejti do t'i kem këtu. Janë të I kam taku një dit në Lezhë. Janë të mrekullueshëm. Dhe po, do t'i kem së shpejti këtu në studion tonë. Po, pas përveç Vlezër Leshi? Me Gjevalin Pronin, Gzim Pepen, Lisa Buja, ndoshta po harroj në një dhe do më falin. Mirë. Qëtë mos ju mbesi më borç me plot. Me plot. Me plot, kështu. Këto bashkëpunime të vinë për sëmbari, të vinë mirë. Mirë. Dhe, po, a ke akoma ndonjë plan? A ke ndonjë pikë, ndonjë dëshirë? Që ta ndonjë dëshirë, që ta bësh ndonjë duet me ndonjë këngëtar tjetër, ndonjë artist. Të kam betë kështu si pikë, apo e ke si plan? E kam si plan, po besoj se do ta realizoj, sepse unë asaj këngëtari i them dhe mbeso buri dheut, se ka nane nga Puka, e pavarësisht se jemi në një mosh, unë i them o mbes, ajo është e madhja Fatmira Breçani. Po Vitore Risha, në vazhdim, po ta lusim, do na këndoj një këngë tjetër? Sigurisht.
Faleminderit shumë. Këngëraza kanë qenë të bukur. Nuk dojna me i tregu s'ka sa vjeti kena ba, po zëri pushk, zëri në nivellet më të larta. Kur i zgjidhni këngët? Kjo vlen për të dytë, Vitore. Për shembull, e prisni propozimin e ndonjë kompozitore, apo nisni iniciativën vetë? Edhe vetë mund t'japim një fabull, diçka, i ngacmojmë këto autorët e teksteve, ose të asaj, i japim një farë. Po me këto bashkohaniket tuaj, komunikoni? Se Hysniu, i mbjeta borç, Hysniu merr iniciativën vetë. Unë jam pak mbrapa. Tekstër shkruan Afrodita, po ky i zedhe ata, krijuesit e për Tiranë, i thotë, një këngë ma bëj. Është shumë aktiv dhe unë sinqerisht e përgëzoj sepse është shumë aktiv. Këtë gjë nuk e kam unë që ka... Hysni, ke bërë ndonjë këngë përveç këtij dueti tani, kohët fundit? Po, kam një këngë që vjen për Elbasanin, është. Ja dedikoj qytetit Elbasanit. Ky kalon gjithë trevat, ky i përket gjitha trevat. I kemi kënduar shumë. Po, atë. Sa kemi ndryshuar këtë këngën Elbasani bukur Elbasan? Jo, dikur ku ishte e partisë, në Kosovë zguxonim me i thonim i Malsis. Ma vonë kur ra partia, që se ra komunizmi, tash prap nuk donim me i thoni partisë, i thonim prap i Malsis, i mbeti kështu. Elbasani bukur. Jo, nuk është kjo, është tjetër. Ba, kuptoj. Kush e ka bërë atë këngë? Tekstet dhe muzikën për vetë. Ja kam dedikuar Elbasanit. Kanta autor ky? Absolutisht, kanta autor. Nuk mund t'i thëmë natër shik, sepse ky ka edhe shkollën. E po, bukur shumë. Unë në vazhdim do të doja që Vitore Rusha, që e kemi prit ka gjatë në vi musafire, unë e kom prit që fmi. E prisja që të vini ditë këndoj në Prishtinë, e ti duhet rokas. Atëherë, unë zbëja me këngën. Po më thënë, akoma si sa. Po, ja, kemi fatin e mirë, të rallë, kemi sot musafire këtu. Prap musafire prej nga largë me vjen. Se në Shqipëri shkoj me vim kur dum, kjo nga Hamburgu. Po që shkova atje në majet të Gjermanisë? Shkova. Kush e gjeti Hamburgu Vitorën, apo Vitoria Hamburgun? Dukës këtë rallë gjeti Vitoria Hamburgun. A, Vitoria Hamburgun. Arsyeja se ne jetonim në Greqi. A jetonit në Greqi? 23 vitesh, po. Por Greqia psoi një krizë shumë të madhe ekonomike dhe në atë kohë vajzat i kisha dhe kështu dosha që sa unë do them një shprehje të vajzës time që më tha, mami, do më vras në njëri në i ditë në rrugë e do marrë portofolien vesh 20 euro do gjejnë çantën time. Edhe kështu që u detyruam shkojm në për fëmijëve në Gjermani, po shqyri janë mirë, janë stabilizuar me punë, me gjitha. Janë rrit? Të rritura. Këndojnë ndonjëra? Asnjëra. Pse kanë gjatë nga babaja, po? Jo, dhe babaja është muzikant, nuk e di. A muzikant? Po, i bie kornos babaja, edhe ka kënduar. Edhe ka kënduar? Po. Interesant. Çfarë profesionesh kanë zgjedhur? E madhja është ekonomiste, kurse e vogla është pedagoge sociale. Hysni, unë të kam pyetur edhe herën e kaluar, po megjithatë më intereson fëmijët, ecën rrugës tënde? Po. Djali më thash pedagog në Zvicër. Pedagog në Zvicër. Kitar. Me gitarë? Me kitarë. Po për të kënduar? Nuk. Nuk ja thot. Qa të thot kur të dëgjon duke këndu, se tash ai është profesionist me gjithate, profesionist i madh. Po me bën korrigjime ku A ti bën? Po patjetër. Ndryshimet? Patjetër. Ato korrigjon? Po, thot ku je këtu, ku. Qa thot o baba këtu e ke normal. Këtu stonove, këtu bëre kështu këtë. Sa i është i shkolluar. I bindesh? Normal që po. Po ku thot jo, kur ta jap të mirën. Jo vetëm ai, po edhe ke një koleg. Është mirë të marrësh mendimet. Absolutisht. Po shkon shpesh në Zvicër? Shkoj. Vjen ai? Ishte tash para një jave ishim atë. Ishim gjithë, po. Në Shqipërinë më. Po. Vitore, tani vjen shpesh në Shqipëri? Vi shpesh, mund të them 3 herë në vit. Vi. Po bëj incizoj në gjë, bëj në videoklip, shkoj, bëj në pushim. Po kur vendose të shkosh në Greqi, për një artist shkëputja nga dheu, nga vendi ku këndon, ku është e njohur, ku e njohin, ku e salutojnë, ku pak e vështirë. Jo pak, shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Sepse, do me thënë të ikësh nga projektorët, nga dritat, nga suksesi, nga të gjitha të vesh në një vend të huaj. Në cilin qytet jetuat? Në Athinë. Në Athinë. Në një qytet përbindsh.
për bindës. Ku të linë ke dilli, apo të ndryshoj? Përëndonte? Përëndonte dhe hajtë mo. Po, dua them që unë në Greqi e përjetova keq vajtje në Greqi, sepse unë isha në Gjirokastër, në stradën profesioniste, këngëtare profesioniste. Atje ju mbarova një kurs për infermiere posaçme quhesh kjo, edhe punoja në spital. Domethënë ishte një ndryshim shumë i madh. Ti jesh në skenë, të presësh të vjerë një buqet me lule mbas këngës dhe të jesh në spital duke parë njerëz që vuanin. Domethënë pak e vështirë. Shumë e vështirë. E pas provuar më herët, se të tjerët përgatiten më herët të shkon. Këndoje sa isha atje? Po. Se pasaj filluan dhe bënin koncerte në Greqi dhe mund them që kam qenë nga të parat në Greqi që kam kënduar Shqip, unë, Lindita Theodori, Tonin Tërshana, kanë qenë ca këngëtarë të Irini Qiriako, vini her pas herë, po unë me që banoja atje dhe gjithmonë më merrnin. Të kishin aty? Tam kishin aty, isha stabil. Arrije me bërë dhe këngë të reja? Jo, nuk arrija. Jo, se në fillim ishte edhe pak ai problemi ke parasysh i letrave, sa të rregulloje, sa të bëje të shkoje të vije, pastaj kur u stabilizua me letra me të gjitha, kisha mundësi për të udhëtuar. Deshti një kohë e gjatë për të bërë letrat? Deshi kohë e gjatë. Po si shkuat për herë të parë? Në fakt, ne shkuam me vizë. A shkuat me vizë? Iku bashorti, pastaj unë me fëmijët shkua me një vizë, po vizë provizore, nuk ishe vizë për të jetuar. Por pastaj me kalimin e kohës, u morë me rregullimin e letrave gjëra dhe jetuar. Kam pas fatin para një 4-5 vitesh, kam këndu për 28 nëntor në Athinë dhe më ka bërë shumë përshtypje se ka pas shumë njerëz, pafundësisht, një mbrëmje fantastike. Pastaj, se që kisha atë ndjenjen që Grekët nuk na honepsin shumë, mund të na pengojnë, jo në realitet aty ishte mbush qyteti me flamuj shqiptar, me flas aty rreth asaj sallës e të gjitha, dhe ishte bukur. Për mu ishte e jashtëzakonshme, ishim unë e Miria dhe Miranda Hashan, e kishte edhe Bujar Qamili, e këngëtar shtu nga Shqipëria e kështu. E tani, a keni të anë edhe noj duetëri? Shpejta si pak më. Shpejta se sa e nxorëm një muj kemi, as një muj sa kemi. Asi ka 3 javë. 3 javë që kemi nxjerrë një këngë këtë këngë. 3 javë kishte kjo që e provuam sa tu. Po e lëm le të këndojmë, le të dëgjohet, le të përcaktohet kohë edhe gjatë hecurit në përjet. Është përmirësuar zëri jot? E ke vrejt këtë? Besoj se po, se është pjekur zëri, se dikur kam pas një zë më të hollë, më fëminor. Po, pastaj. Dhe besoj se është po, dhe vitet bëjnë të tyre sa do perfeksionohesh në një mbyll bukur frazat, këndon crescendo, decrescendo, i rregullon bukur ato, sigurisht që është më, besoj se është më mirë. Patje, këndon? Në Hamburg? Ndonjëherë kur ka ndonjë mbrëmje, ndonjë gjë, po. Sidomos për ditën e flamurit. Po. Tash i kemi bë 2 pavarësi, 28 nëntor dhe 17 shkurt. Normal. Edhe 8 mars, janë këto 3 festa që goxha të gjithë këngëtarët vijmë gjithandej edhe këndonim. Në shtëpi këndon? Vetëm në shtëpi që nuk kënoj. A veç në shtëpi nuk kënoj? Ja. Po, ky Gjirokastriti këndon, kështu? Në mos asgjë kur i lan end këndon? Jo, nuk i lan end. A nuk i lan end ai? Se ka lavastovile, po burri im, bashorti im ka kënduar në një anketë muzikore, tash do më fali se nuk e di vitin, ka kënduar në një anketë muzikore dhe këndon shumë bukur. Vërtet? Po. E pas ke kritik të mirë, të ka ndodhur të këndosh ti në skenet ulur ai në radhë? Po. E vështirë pastaj. Shumë e vështirë. Këtë menjen e mantaj. Jo, i them mos më hajde se kam emocione kur vjen. Fiks. Në album, tash po vjen vera, hysni këndone për dasma? Po dalin për dasma, koncerte patjetër. Po? Gjithandej. Është interesant se ky mbulon edhe jugun. Po. Ky është i larmishëm, është interesant. Ky këndon këngë që nga Konispoli deri në Bajgor këtu. Po, këndon ato vetë çifteli. Si gjitha. Kur e kishim fjalën te Çameria, në realitet kjo javë është java e Çamerisë. E kësaj plagë të rëndë. Ma shumë e keni dëgjuar në kohën e para demokracisë këtë fjalë apo më pas? Keni dëgjuar atëherë për Çamërinë? Jo, shumë. Keni folë për Çamët? Jo. Jo. Tani kohët e fundit është. Ishte frikshme. Po tash kohëve të fundit në këtë javë dhe flas javën tjetër edhe ja kushtojmë Çamërisë
një emision të veçantë. E ishte kënaqësi që ju kisha mysafir. Unë Faleminderit. thamë nuk është të thënë për të thënë edhe për të dhënë të tërë në një emision. Se në realitet, ju jeni dy piramida krijimtarie, këngë, edhe duhet shumë kohë, shumë emisione për të shpalos krejt atë çka keni bërë. Sepse unë e kam përcjell dhe më të thënë drejtë me shumë mendje e përcjell krijimtarinë e të gjithë artistëve shqiptar. Mundohem bile, më duket që jam i mangët, edhe sikur e ke humb një vit shkollor nëse nuk e ke pa çfarë ka ndodhur në botën edhe në kulturën në mbarë shqiptare. Vitor Rushat, shumë faleminderit. Faleminderit edhe ne që ishim këtu me ju, edhe të takojmë edhe herë tjera. Në dasma shpeshherë ju tham, Zoti u abekoft çdo fërkem, domethënë gjurmë që keni bërë e që keni ardhur ta madhroni edhe juve, Zoti u bekoft çdo hap që keni bërë sot nga Tirana, e për të na ardhur në këtë spektaklin ton. Ishte kënaqësi ajo. Dhe për të na sjell një copë Shqipëri që tani e kemi tonën edhe shkojmë e vim kur të duam, se dikur e kishim ëndër të paralizuar. Krishti Hoxha, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit ju. Por unë Vitoria do të tërhiqemi, ty do ta lëm skenën. Do të na këndosh një këngë për Librazhdin do këndoj. Për Librazhdin do këndoj. Nuk e di ata kam thënë emisionin kaluar, por kur më vinë Librazhdianët, unë ju tregoj se kënga e parë në jetën time ka qenë që e kam këndu si fmi, Librazhdin ti, mos sa fort të dua, bus shumë dini ti jenë dërtuar. Bravo. Krishti Hoxha, skena për ty. Vitore, faleminderit shumë që ishe. Faleminderit edhe. E ishte kënaqësi, ë? Faleminderit. Me qonë moj ëndërajme në Librazhdën vendë lindjen e time, në ato kodra, në ato male, u drenu shatë hedhi në vale. Veç këngë madhi zemra me non, për vendlindjen e Librazhdin ton, ceremeni kodi e flamuri, ushki po një lavdi turi. Me zemër të madhe, ty të shkoftë jeta këngë e valle, verën e hapur e mban viti një, me mike pritje hujari. U dhe to moj kënga ime, hapi krahët e merdhe, edhe ndalua në për zemëra, dhe atyngër to folena. Show
E do ishte gjashera. Fleni mirë, e ndroni bukur e gjahunin e pache. Natën e mirë, miru pashim javës tjetër.